Përshëndetje njerëz. Jemi shumë happy ose shumë të kënaqur gjithmonë kur ne themi këtë përshëndetje njerëz se jemi direkt me ju. Tani do t'ju prezantoj dy personazhe shumë të këndshme. Ju e dini që unë gjithmonë jam kështu si njeri obskurantist që i thoshe dikur njerit, që asnjëherë nuk e merr vesh se ku do dalim. Kështu që sot do jetë shumë interesante dhe shumë gjë që njerëzve do t'i ngjalli një, si themi, dëshirë për të dëgjuar dhe për të mësuar diçka rreth trupit të tyre. Kështu që jam me dy mjeshtra të fizioterapisë, Remin dhe me Endrin, dy miqtë e mi, po dy profesionistë të aftë dhe tepër jo fake, ajo që unë se përqej fare. Kështu që ju përshëndes dhe sot do jemi me njerëz të cilët do të shohin gjithçka nga ajo që kanë sot probleme njerëz, dhimbjet, kockat, muskujt, nervat, sistemi qarkullimi gjakut, sistemi limfatik e tjerë. Ju përshëndes. Ju të kemi pas ke klinika tash po na fton ke podcasti jot, po me kënaqësi do ta zbërthejmë trupin e njeriu sot. Themi gjëra interesante, po edhe të vlefshme se është e rëndësishme që të themi gjëra që mund t'i hyjnë në punë gjithë njerëzve për t'i përdorur kështu si këshilla konkrete. Po i themi gjatë rrugës ta. Okej. Remi është shefi i klinikës. Aty vjen shumë njerëz që kanë nevojë, vjen njerëz që janë të sportit, njerëz që janë në moshë, njerëz që kanë probleme, aksidente e tjerë. Dhe Endri është specialisti i cili kur të fut në duar të shtrydh mirë. Unë kam një përvojë të dhimbshme, por të suksesshme. Do ndalemi edhe pak te prapaskemat e trajtimit që kemi patur dhe para hyrjes tënde në konkurrim që kur unë do hyja në Big Brother, Endri ka qenë dora më e mirë që më ka ndihmuar se kisha një dhimbje mesi dhe kisha një S6 a S5 se çfarë ishte. L5 L1 L4 L5. L4 L5. Ishte me ca emra çuditshme, kështu që unë pastaj kam bërë një super terapi me Endrin dhe më ka dhënë detyra për atje që nuk i bëra. Shumë e rëndësishme pjesa detyrave, se isha me fat, ndër fizioterapistët më me fat në botë do thoya që e kisha pacientin 24 orë në vëzhgim. Në kontroll. Po s'kisha mundësi kontakti. Në monitorim. Okej. Atëherë brotherin vetëm prej teje. Këtë e kisha sigurt. Shumë interesante sot është edhe teknologjia e sistemit bio, po themi, që janë këto fotovoltaiket që prodhojnë energji elektrike, e cila të jep higjen, kualitet jete, të jep ekonomi e tjerë. Dhe kjo për shembull si ju duket paralel me makinën me hidro ose me ujë. Unë kam hasur këtë si në Gjermani si kompani dhe ishte ti e njeh Vision. E kemi fatin që e ka njohur Vision. Është super eficiente sepse shfrytëzon vetëm diellin, pra energji natyrale, dhe bën edhe një lloj izolimi shumë të mirë dhe ka eficiencë shumë të madhe që në ambientet e shtëpisë ti je gjithkohës pa shpenzuar para. Krijon një komfort. Si ajo që themin e për muskujt që të krijojmë një komfort. Ajo është, këta mbulojnë shumë, janë sot në Shqipëri shumë fuqishëm dhe mbulojnë kur marrin përsipër një projekt, për shembull, këta mbulojnë veshjen e mureve, mbulojnë, domethënë të krijojnë një sistem pa humbje energjie në gjithë atë objektin tënd dhe krijojnë dhe energjinë free që e marrin nga dielli nëpërmjet sistemeve fotovoltaike. Dhe kjo është ajo që mua më pëlqen të ta, se unë jam çik kështu që s'du të harxoj më tepër se sa duhet. Them më shumë edhe ca lekë fillim dhe pastaj mos konsumoj më, prandaj dua të makinën me ujë, kështu që Vision the best. Atëherë, mund të prekni pak problemet që kanë njerëzit sot. Ju jeni u bën me goxha vite me përvojë dhe do ishte shumë interesante që njerëzit të dinë dhe ta gjejnë dhe veten aty. Domethënë, për shembull, njëri thot më dhëm nerv sciatik, njëri thot më dhëm qafa, më dhëm shpatulla, më dhëm një pjesë e trupit. Në epokën që jetojmë, shtylla kurrizore vjet në sprova. Pra duke punuar 8 deri në 10 orë para ekranit, pushimin e bëjmë para telefonit, nga puna qëndrojmë ulur në makinë dhe nga makina shkojmë ulur në divan. Kjo dobëson jashtëzakonisht shumë muskulaturën duke vënë shtyllën kurrizore në një ambient ose në një sjellje jo të natyrshme të saj. Dhe kjo sjell vertikalizimet, pra humbjen e arkut lumbar apo dhe atë cervikal, duke sjell
hernia diskale, protruzione, cervikalgji akute ose jo, duke shoqëruar me simptoma si dhimbje koke, marramendje, të përzjera, dhe këto janë raste që shfaqen më shumë në klinik. Pastaj patjetër okupohemi edhe me patologji të tjera si patologjitë e gjurit, kondivagus, që është shumë i shpesh tek vajzat, apo probleme si shpatulla e ngrirë e të tjerë. Që është kjo kondivagus? Se është sigur për kras? Kondivagus është tek këmbët, ka një kënd që normalisht kondivagus. Po. Dhe në momentin që ai hapet kur muskulatura nuk është e balancuar pjesa e jashtme me pjesën e brendshme, ai krijon një si kënd, po themi, që fillon dhe hapet nga brenda. Fillon edhe hapet nga brenda. Më e shpeshtë është tek vajzat. Ai e problem ke gjujt pastaj. Po, për shembull, e ke parasysh kom shtrems të çunat? Po. Çunat i kanë kështu. Po, çunat i kanë nga që themin e big kështu, kurse vajzat i kanë më shumë nga brenda. Po, që çunat i kanë nga futbolli, nga sporti, nga këpucët mbase jo të përshtatshme, kurse vajzat e kanë të kundërt, i kanë nga brenda. Të neve e kemi goxha të shpesh në klinikë dhe trajtohet, pra po të kapet, po themi në një moshë relativisht se fillon që i re. Po, mos është ajo që ecin vajzat kështu si me këmbgjitë që themi ne dhe me i japin pak poshtë. Shishi, ne thoshin këto janë goca të mira. Kurse ato i kanë pas nga halli. Nga halli. Okej. Jo, po për ta mbështetur Endrin, gjithë ideja është këtu që ne jetojmë në një epokë digjitale tani që na janë lehtësuar shumë mënyra jetesës, pra mënyra është bërë shumë komode, por kjo kthehet ndonjëherë aktiviteti fizik është më i dobët. Aktiviteti fizik është i dobët. Pra trupi i njeriu është bërë për tip në pemë, për të vrapu, për të kap vetë ushqimin, po themi, ose dhe tash ne ushqimin e kemi gati nga telefoni për osisin. Po se vjen dhe kështu me delivery. Me delivery, çdo gjë e rehat, hipim me ashensor, lëvizim me makinë dhe kjo është, po themi, gjeneza kryesore që pse ne kemi pacient. Do më thënë, e kuptova. Juve ju duhet kjo epok. Shiko, kur e mendoj ndonjëherë se tani një fjalë është që ne vim nga majmuni. Një fjalë është që vim nga miksim majmun me një qenie jashtëtoksore. Një fjalë është që vim nga Zoti. Domethënë ne s'do e prekim këtë në këtë kuptim. Por po ta marrim konsideratat, domethënë që të paktën njerëz të parë kanë ecur pak si të krusur në kuadropedi. Ose me duar që i vendosin të katër këmbët. Besoj që shtylla kurrizore ishte më e lehtë dhe vetë pozicioni që ka marrë njeriu duke u ngretur mbi dy këmbë, besoj që ka sjell fillimisht një funksion shumë të fuqishëm të shtyllës kurrizore. Pastaj në moment që ne bëhemi njerëz modern dhe kemi këtë jetën sedentare që quhet ajo, ne dalim ke kjo me probleme që ne na duhet se s'bën Endri, na duhet dhe Remi që ne të dalim në funksion real. Ne u bëm goxha vite, kjo pjesa e zgjedhjes së këtij profesioni që ne kemi është pak për ta është para një si kuriozitet, duhet të kesh në fillim, duhet të kesh qef një që në 8 vjeçare biologji që ta njohësh më saktë. Pastaj të thellohesh. Që është një lëndë që zakonisht kur janë të vegjël i duhet si një lëndë koti, po ata njerëz që merren me atë pjesë, ata janë njerëzit adaptë për të marrë me. Po, domethënë kur do zgjedhësh matematikë apo fizikë apo këto, apo do zgjedhësh pjesën biologji, pjesën ku hyn dhe mjekësia. Ku hyn dhe mjekësia. Se duhet njohim trupin në mënyrë. Po. Pastaj duhet të njohësh mirë anatominë dhe pastaj duhet të thellohesh pafund dhe nuk mjafton në këtë pikë kur ne jemi, nuk mjafton vetëm pjesa e fizioterapisë, po duhet të jesh një psikolog i mirë, duhet të njohësh neuroshkencën, duhet të njohësh radiologjinë që të shohësh, fiziologjinë, pra duhet ta kapësh. Se ne pak a shumë, unë kam studiu për trikologjinë. Por është e çuditshme se për të ditur se si funksionon fija flokut, duhet të dish gjithë trupin e njeriu. Po fija flokut ne e dim që është mbarim nervor, është fundi. Po pra, ka të pesë sistemet i kanë funksion, sistemin qarkullim gjakut, sistemi nervor, sistemi muskular, sistemi kockor, sistemi nervor. Domethënë ajo i ka të gjitha sistemet i ka të përfshira brenda në bulbin e fijes flokut. Janë të gjitha sistemet që ushqejnë një fije floku. Domethënë, një fije floku është një labirint. Shkenca sot e ka zbërthyt deri në 360.000 fije. Siç ju keni këto programet që do i shohim ne që shef kokën dhe shef gjithë muskulaturën për shembull të fytyrës, ose të qafës, ose të shpatullës e tjerë.
Këtë gjë kanë bërë dhe me fjen e flogut dhe në fije flogut, e cila është e përbërë nga keratina, që është një protein shumë e fuqishme që nuk dekompozohet, kanë zbuluar se është si film, se është transparente. Dhe kur i ka rënë drita flokëve dhe ka rënë në një objekt tjetër, ajo ka bërë efektin e filmit dhe nga fije shumë të vjetra flokësh kanë zbuluar dhe se çfarë qëndrimi mban njerëzit në atë periudhë dhe un kam parë që i kam parë vetë në studiot në Milano dhe gjet që njerëzit kanë pas qëndruar pak të krusur, se do dalë tek ju. Prandaj ka qenë dhe ajo pjesa që ka qenë më pak e ngërkuar shtylla kurrizore, ndërsa tani dhe pozicioni dhe ato ndryshimet e arqeve që mi ka shpjeguar Endri me detaje, se unë nga që jam që e njoh pak a shumë fushën e muskulaturës dhe të kockave, kam pas shumë e qef me pyet për këto. Por kur bëj gallat, bëj humor dhe flasim kështu. Por kjo është gjithë ideja. Domethënë, është shumë e rëndësishme njerëz që ne të jemi të informuar për trupin tonë dhe sidomos për sistemin. Kur vemi ke këta dy mjeshtrat, kanë durimin që fillimisht të tregojnë problemin nga se të ka ardhur. Dhe mbasi tregojnë problemin, tregojnë dhe se si mund të rikuperohet dhe ti duke qenë transparent me gjithë të gjë që po flasim, është kollaj fare që të kuptosh që unë duhet ta bëj këtë funksion. Ne kushtojmë shumë rëndësi që të jetë e vetëdijshme gjithë procesi që po bëhet. Se është pjesa psikologjike. Është pjesa psikologjike dhe ne në vetvete bëjmë vetëm stimul, pra nuk është se ne kemi duart që mund të shërojnë, por duke shpjeguar ju riaktivizoni. Po duke shpjeguar në radhë parë individi, pra personi duhet kuptoj trupin e vet, duhet kuptoj çfarë ka ndodhur, pse ka shkaktuar një problem trupi, pse ka një ngërç. Fillimisht ai duhet të ndërgjegjësohet, të di problemin e vet, pastaj janë hapat, proceset, fazat që ne vendajmë për fazën e rehabilitimit dhe kjo na jep shumë efekt. Ndryshe nga pacientë që thonë s'dutja di, ata mezi arrin që të rehabilitohen. Po, se ekziston kene një lloj burërie, të themi, ose një lloj egoje që unë s'pyes, s'ka, po besoj se luftë me murin, me kokës, nuk arrin dot. Ma shpjego pak me këtë, ku hy dhe unë, ke pjesa që amëse unë s'pyes ka dhimbjet nga këto. Po, siç tha dhe pak më parë Remi, fizioterapia nuk ka veti shëruese. Fizioterapia nxit trupin drejt një procesi rekuperimi. Është një terapi jo invazive, është një terapi pa medikamente, dhe siç thotë edhe fjala fizio nga greqishtja lash, duke u ndalur pak dhe nga pellazgishtja është fizio është natyrë. Gjeneza e fjalës dhe kemi të bëjmë me tipologji pacientësh. Është shumë e rëndësishme që pacienti të jetë informuar dhe të jetë brenda procesit të rehabilitimit. Sa më shumë pacienti ta kuptojë, aq më i lehtë bëhet dhe rehabilitimi për të. Ndaj çdo fazë që ne kalojmë, qoftë terapia manuale, ai duhet ta di pse po bëhet. Pra terapia manuale bëhet për të nxitur një proces inflamator në muskuj që të sjellë një rekuperim. Është një impuls i vogël që i shkon sistemit nervor. Do të thonë ju të bëni një goditje për të rregulluar se të ka ikur ndashtë më vëzhgo. Një dëm është një sinjal. Sinjali shkon në sistem nervor qendror. Unë e popularizoj. Jo, shumë mirë sepse duhet kuptuar. Duhet kuptuar që duke krijuar hematoma rrit qarkullimin e gjakut, futet në funksion muskulaturën dhe ne hapim ato pjesë që janë ngushtuar. Po, krijojmë një memorie të re muskulare. Dhe është shumë e rëndësishme. Ti do të thosh me shkencë, unë do ta bëj për publikun. Patjetër, është shumë e rëndësishme që pacienti ta di çfarë do lloj grup moshe, por ka fatkeqësisht dhe nga ato pacient që thonë nuk dua t'ja di, unë do vi 1 orë, ti mboj çat dush, unë do të shërohem. Aty patjetër që edhe procesi vështirësohet pak, nuk është e njëjta. Aty ku shkon vetdia e njeriu, nëse ti po ke shqetësim me gjurin, edhe attentioni jot është tek gjuri dhe ne po bëjmë procesin ton, po themi mobilitetin e gjurit apo gjithë teknikat që ne bëjmë dhe akoma më shumë i shtojmë dhe pjesën e frymarrjes që është decizive për rehabilitimin. Në momentin që ti bën një frymarrje të duhur, domethënë të thellë dhe e oksigjenon pjesën muskulare, atëherë oksigjenimi fillon të shkojë rrit qarkullimin e gjakut, por edhe një frymarrje e thellë arrin që të penetrojë deri tek ato inde që nuk janë kalcifikuar, që mund të ketë vite pa shkuar oksigjen aty dhe ne përdorim këto lloj instrumentash bashkë me pjesën e teknika, bashkë me pjesën instrumentale, pra aparaturat,
për ta arritur këtë fazën reabilituese, për ta zgjidhur këtë ngërç në thonjza. Atëherë që ta lidh prapë me fiziologjinë, se fiziologjia është gjendja natyrale e trupit. Ajo që po thoje ti dhe që ta kuptojnë njerëzit është që nëse ne kemi një dëmtim të një zone e cila është kalcifikuar ose është bllokuar, është shumë e rëndësishme që truri të funksionojë në ndihmë të gjithë fizioterapisë që bëjmë ne. Patjetër. Sepse sot ka dalë që truri mund të shërojë dhe një sëmundje shumë të rënda. Shumë të rëndë. Besimi, krijimi një si themi autonomie që nuk ka për të ndodhur asgjë, ne dimë që ka njerëz që kanë shpëtuar. Po, truri është Se është një rikuperues i pa imagjinueshëm. Domethënë gjendja psikologjike duhet të jetë gjithmonë pozitive. Pozitive, patjetër. Nuk do të thotë që kemi lënë një lega, kemi humbur në një kështu në basta në gjë dhe ne bijem në depresion. Do fitojmë prapë se do kemi ndeshje tjetër. Është si të shkosh në palestër për të dobësu, por kur ti je duke bë pistë, mendosh çfarë do hash pastaj. Nuk ka të njëjtin efekt sikur ti je i fokusuar te ushtrimi që po bën, sikur ta dish arsyen pse ke vajt, që ke vajt për të humbur peshë apo për të shtuar peshë në disa raste. Në dole ke Romeo. Se Romeo që ka një trup të jashtëzakonshëm, më fliste mi pasion të jashtëzakonshëm për këtë gjë dhe thoja, po unë mund ta bëj këtë gjë. Ishte unë do mendoja për çfarë do haja dhe çfarë vere do pija. Dhe limiti është truri këtu. Unë e them si analogjik të kështu që truri është hardware, është software, trupi është hardware dhe sado që ti ndrojmë një pjesë hardware-it, pra pjesës së trupit, duhet patjetër që të instalohet dhe programi, se nuk është sigur duhesh sigur duhesh një kartë grafike me shumë fuqi e tjera dhe ramët janë shumë të ulët. Shumë e bukur kjo pjesa e krahasimit se teknologjia se unë jam gjitholog. Po. Po thoya këtë që teknologjia po bën këtë pjesën gjithkohës që po kopjon pjesën natyrale. Edhe ka kopjuar, po themi, ku diun, avioni është i ngjashëm me shpendët. Edhe çdo lloj kopje e njeriut ose pjesa e teknologjisë është një kopje natyrale, ama trupi i njeriut është prap vite larg e shoh unë të kopjuarit të teknologjisë së trupit njeriu që është një lloj miliona sisteme. Kur unë them 360.000 fibra në një fije floku, imagjino se çfarë është trupi njeriu. Shkëmbim informacionesh. Një univers sistemesh që prishet ke makina një sistem elektrik i vogël, hajde ta akordosh, ta sjellësh në Terezi, kurse imagjinon gjithë lëvizje që bëjmë ne tani se si të rekordohen në mënyrë perfekte. Më bukur këmi ardhur kështu pa manual përdorimi, si. Jo, s'ka manual. Ditën me ta përdor njëri. Kjo është. Megjithatë këto programe që do shohim bashkë, domethënë janë shumë interesante, mua më duken gjëra më mrekulli. Që njeriu të shofi edhe ke vetja vetë se si ka ato muskulaturat e gjitha. Se është kollaj për ju që t'ja shpjegoni pastaj. Patjetër. Ky është qëllimi jam. Ne harxojmë goxha kohë një pjesa e komunikimit që duhet patjetër të ndalemi, ne bëjmë punën tonë që t'ja shpjegojmë pjesën. Konsulta ke ju është gjëja më interesante. Ne kemi bashkë. Po, e kemi bashkë. Ajo ka qenë dhe nëse mban mend, direkt nga konsulta unë kam kriju besim absolut. Po më edhe ti the po fiks kjo është, sepse edhe ti arritet ta perceptosh atë që problemi që kisha. Po fillove ta ndjesh që kështu dhe deri diku u gjet ai instrumenti ose rruga pastaj për tu zgjidh. Kjo është, shiko, unë atë kam në çdo gjë. Unë vlerësoj nëse ti më shpjegon me detaje, me qetësi, pa e pas kështu me atë, si themi, me atë mashtrimin e vogël e çfarë është, se ka dhe mashtrime për bene, për mirë. Që duke ditur që unë jam i çik eksik nga truta dhe nuk po e kuptoj atë gjën, ti mund edhe të më mashtrosh pak që unë ta bëj atë gjën. Po kur ajo gjë është për mirë, jemi okay. Ke ju nuk ekziston, po unë jam i natyrës që e fus në funksion edhe këta. Mamai më thonte i ket bardha, domethënë këto. Efekti placebo te ne është gjatë gjithë kohës, domethënë është efekti placebo njihet në mjekësi që është terapeutik. Është terapeutik, janë bërë eksperimente. Endri atë po ndeve mu. Po. Besoj më të zhurshëm se unë s'ke pas ndonjë. Jo.
Ishte problem. Duhet vjen në një orar që ishte gjithë pushim drekë. Se unë nuk ri pa fol, kjo është problemi. Edhe kur isha ky më shtrëngonte mirë, unë prap flisja. Futeshin muhabet me pacientin nga ana tjetër. Edhe kështu. Por që Endri më ka lënë një përshtypje të mrekullueshme, djali i ri me këtë pasion, me këtë durim, me këtë qetësinë ta jep fakt siguria. Kur je i përgatitur, të jep qetësi. Atëherë, dua një pikë ta diskutojmë. Se për mua ka qenë shumë interesante kur na ka ndodhur se ishim një herë në Vlorë sapo dolëm nga ai emisioni që kishim, edhe na bie një mund lugo marrë që duhet të ecësh me 30, nuk e di se sa. Vetëm kur bab nga mbrapa na gjeti pa përgatit dhe na dha një dhimbje në qafë, po nusës timi dha një dhimbje shumë të madhe. U gjendëm pa përgatit. Dal jashtë unë, edhe ai që më ra mu ishte duke fol në telefon, duke del. Pse ke dalë ti më tha më ka piu? Atë e mori vetë. I thash unë valla, kam piu kam dalë po na theve qafën. Hajt jap në gjë çat bish, jo, thash s'ka problem. Edhe ikëm se ata janë të lezetshëm, i du fort lënjall. Edhe futi ato batuta, po ndërkohë që unë isha në rregull se isha në timon, po nusja pastaj ka ardhur dhe ka bërë një fizioterapi shumë të rregullt sepse pati një problem të madh se ma shpjegoj. Ajo quhet whip splash. Pra, kur ti je në një pozicion stabil, pa lëvizur, të marrësh një goditje përpara, është një lloj si fundi një kamzhiku. Pra fundi një kamzhiku kur ne godasim bën atë rrotullimin e fundit. Dhe ai është që çan. Që çan edhe barrierën e zërit. Po pra. E njëjta gjë në version më në intensitet më të ulët ndodhet edhe me shtullën kurrizore me zonën e qafës. Pra kur ne marrim goditje nga mbrapa me makinë, koka ka tendencë të shkojë përpara. Qafa, rripi sigurimit mban zonën torakale dhe vjen një goditje me një herë e pasme. Kjo mund sjellë edhe një spostim apo një spondilolistezë, siç ndodhi në rastin e suelës të vertebrave të qafës. Dhe ajo do kujdesin maksimal një herë në identifikimin në zonën ku është marrë goditja më e madhe, pastaj në pjesën e trajtimit dhe siç folëm edhe pak më parë të informimit të pacientit mbi gjendjen aktuale. Një rast që ndodh shpesh, por një rast që nuk do duhet lënë neglizhencë, sepse dhimbja mund të iki shumë shpejt, pra mund të flasim 1 javë deri në 2 javë, por simptomat mund të agravojnë dhe mund të çojnë deri në një hernie diskale. Ja ta shtoj edhe unë pak të çfarë ndodh gjatë goditjes, sistemi i parë që e mbron sistemin skeletor, pra vertebrat, aktivizohet sistemi muskulor në mënyrë të pavetdijshme, pra me njëherë bën një lloj ngrirje për të mbrojtur vertebrat. Është refleks. Dhe kjo ndodh gjithmonë kur rrëzohemi, kur është automatike si vetë mbrojtje. Kemi pas quajtur refleksi pa kushtëzuar. Në mënyrë që krijohet vetë. Pavetdijshme. Po. Kjo është shumë e mirë që ndodh tek trupi i njeriu, por ama ka një gjë mbas, pra ju ndodhi aksidenti dhe ky muskuli tani nuk arrin të shkojë vetë aty. Është i ngurcuar. Është i ngurcuar edhe po nuk u ndërhy nga jashtë që ta përshpejtojë. Të elasticitetin, të rikthehet në pozicionin e vet normal, sa i ri ngrir nga trauma që ka marrë si pjesë. Edhe këtu duhet patjetër një lloj ndihme, po themi, që ta kaloj fazën rehabilituese. Po Suela e pati të rëndë, duart e Endrit e kanë shpëtuar. Do të thënë, ajo mbas fizioterapisë u ndje po si përpara. Dhe deri më sot që ka kalu kohë, bënja 1 vit e gjys 2. Deri më sot nuk kam asnjë problem me pjesën e qafës dhe gjëja më interesante ishte shpjegimi i harkut që shpjegoje për këtë harkun këtu besoj, a? Arkun cervikal, po. Arkun cervikal, ky ishte shumë i rëndësishëm se njerëzit nuk e dinë që ai duhet jetë. Po, ne vetëm këtë, pra që kur themi kolona duhet të jetë drejt, po drejt duhet të jetë në planin frontal, ballor. Kurse kur e shohim kolonën, kur ne e shohim këtu, kjo duhet të jetë drejt. Ndërsa kur ne e shohim këtu, kjo duhet të ketë arkun këtu dhe arkun këtu. Është si një gjarpër, po themi si lëvizje gjarpërushe që duhet të ketë nga vertebra e parë C1 deri te C7, duhet të ketë një hark 12 gradë, pastaj duhet të ketë një hark tjetër te zona torakale dhe një hark tjetër te zona lumbare. Dhe ky është një ekuilibër që mbahet nga të dy anët e muskujve, pra muskujt frontal të kraharorit të barkut dhe muskujt e shpinës. Këto e mbajnë këtë perfeksionin, këtë ekuilibrin e kolonës. Ama kur ky shtrihet, kur ky sheshohet, që ne quajmë vertikalizim të lordozës,
Aty vertebrat fillojnë të ushtrojnë presion te këto disjet. Ja këtu kemi një vertebër të zmadhuar. Të zmadhuar. Kjo po shkoj drejt, ky harku automatikisht do t'i biri pesh këtyre disjeve. Dhe disjet automatikisht inflamohen, kapin me sistemin nervor, prekin, kompromojnë sistemin nervor, aty fillojnë dhimbjet pastaj. Dhe këtu e kupton pacienti që kam një problem. Po problemi ka filluar që në fillim që kur ka humbur kjo pjesa e harkut dhe pozicionit. Dhe që ta themi, pra, se mund të ketë shumë njerëz që mund të ketë ndodhur kur kanë një goditje nga mbrapa, duhet keni kujdes që duhet shkoni patjetër të bëni ekzaminim apo konsult, sepse kjo pjesa këtu rrezikohet shumë. Shumë. Dhe ngel pasoj, ky është problemi që nuk rikuperohet vetë. Bëhet kronike dhe ngel në vazhdim. Pastaj sa më gjatë të shkojë bëhet më e vështirë. Ngel dhe sjell pasoja të tjera. Pra, një spostim, siç po thoshte Remi pak më parë, i harkut cervikal sposton dhe kokën përpara. Kjo automatikisht rrit trysnin dhe në mushkëri. Pra ka fazet orakal mbyllet, frymarrja bëhet më e shkurtër, diafragma ngec dhe gjithë frymarrjen apo gjithë hapjen e ka fazet orakal, që në të vërtet nuk është më një hapje, por një ngritje, e bëjnë muskujt e qafës. Ka fazet kraharorit. Po, ka fazet kraharorit. Dhe qendra e gravitetit madje ndryshon. Ndryshon pikërisht. Te toraksi. Ama po ndryshoj qendra e gravitetit kemi probleme gjithmonë. Se fillon dhe merr gjithë trupi kontraksion. Po, deri te shputat e. Ekuilibri është ai që na sjell në mundësinë që qëndrojmë drejt dhe nuk lodhemi. Se unë jap për shembull ke pjesa e studentëve, i them se më thon maestro ti s'lodhesh asnjëherë, ne lodhemi. I them duhet të rrini në ekuilibër. Herë në njërin këmbë e zëm, po themi peshën, herë në këmbën tjetër, herë në të dyja. Kur është në të dyja dhe është ekuilibër i plot, ti s'ndjen lodhje muskulare sepse shpërndahet pesha në mënyrë perfekte. Edhe e lidha me këtë, domethënë që po ajo pastaj vim ke ajo që nëse ne kemi një qëndrim në kompjuter e tjerë, aty duhet kemi kujdes dhe besoj duhet jemi të kujdesshëm që të ushtrojmë dhe ardhjen tek ju dhe konsultën dhe edhe sikur mos kemi probleme ndaj dhe me probleme të vogla ne mund të rikuperojmë. Ktu mund të më shtjellosh. Është problemi këtu gaz që akoma shqiptarët e kanë kulturën që të shkojnë ose në njohin vetëm ortopedin ose neurologun, pra nuk e njohin fiziatrin ose fizioterapistin. Dhe ortopedi ose neurologu, ose po i shajmë se i kemi kolegë, po që janë të profilizuar drejt një aspekti. Pra ortopedi është drejt pjesës skeletore, kockave. Neurologu është i profilizuar te pjesa vetëm nervore. Kurse ne shohim pak në përgjithësi të gjithë sistemet, pra sistemi muskulor, sistemi nervor, sistemi skeletor për ne është një dhe duhet ta shohim në të plot si sistem. Dhe këtu që po thoje për pjesën e kompjuterit edhe qëndrimit, domethënë krijohet një memorie, po të rrim 8 orë para kompjuterit, automatikisht kërkon fokusin, koka duhet të shkojë pak përpara për të u fokusuar, për të qenë më afër ekranit, edhe ndryshon pesha e kokës, spostohet përpara, e marrin peshën vetëm muskujt e pasëm të qafës. Duke u ingranuar këta për 8 orë, automatikisht krijohet një memorie, dhe edhe nëse ne lëm punën që quhet ajo pastaj që krijon një lloj si edhe një gungë dhe një sigurisë. Po, ajo ndodh pastaj në fazën e dytë, quhet gunga e bizonit, që sheshohet harku i qafës edhe harku i zonës torakale gjithashtu sheshohet dhe del kjo pjesa e gungës tu në të cilën dhe për atë ti e ke ndihmuar shumë Suelen, se nga ana profesionale i ka ndodhur ajo. Ndërsa tani se ka atë gungën. Po. Kjo te shumë persona, neve zakonisht nga për shkak profesionit na është bërë kështu si lojë që shohim persona në rrugë, ky është me skoliozë, ky është me kipozë. Na është bërë syr kështu si skaner. Unë them që jo. Shiko, palestra, nëse neve kemi një posturë të gabuar, edhe futemi në palestër, do forcojmë muskulaturën në posturë të gabuar. Duhet të korrigjohet, duhet të vetë diësohemi që po qëndrojmë në mënyrë korekte dhe pastaj të merrem me aktivitet fizik. Ta sjellin trupin në gjendjen. Fizioterapia nuk është mënyrë jetese, pra nuk është se ne duhet të abonohemi në fizioterapi dhe të bëjmë 2 vite. Duhet vetëm të konsultohemi, nëse ka, po themi, problematika, disbalanca, duhet t'i korrigjojmë dhe të bëhet një program pune që korrigjohen, trupi arrin të ndryshojë procesin e vet në 1 muaj. 1 muaj është goxha e shpejt, goxha e mirë. Që të filloj të rigjenerohet, dhe pastaj mund të fillojnë një palestër. Mënyra e
e tezës është aktiviteti fizik, palestër, not, unë jam i profilizuar pak më shumë tek hidroterapia, atë kam profilizimin tim. Po noti, nuk është që për shembull të zhvillon çik ato fibrat e bardha dhe të eliminon çik ato fibrat e kuqe? Shiko, noti është gjëja më natyrale që në, po themi, pa lindur, që po themi Jenë në uje. Jenë në uje. Gjendje uje. Është gjëja më natyrale në momentin që pastaj kur lindim fillojmë që të shtojmë gravitetin, por në momentin që kemi prezencë në ujë kemi 10% peshës trupore. Po themi ku diun 90 kg, 9 kg peshojmë në tokë. Dhe kjo na lejon që duke mos pasur gravitet, vertebrat janë më të hapura, më të lirshme, muskulatura nuk ka atë rezistencën e gravitetit dhe na ndihmon njerëzisht uji. Pastaj noti është se në ujë eliminohet graviteti. Po, edhe është një rehabilitim shumë i mirë që mund ta bëjë edhe skip dhe fizioterapin pjesa e rehabilitimit në ujë. Jo direkt notës, sepse varet nga dëmtimet që mjafton që të rish edhe sigur vetë të rish pezull në ujë është ndihmë e madhe. Edhe presioni se hapen. Edhe presioni që ushtron pesha e ujit te trupi i njeriut është një ndikim pozitiv, sepse rrit qarkullimin e gjakut në trup, është si një masazh, po themi, nga uji. Vetëm nga presioni që mjafton të kemi prezencë. Trysnia që krijon uji na bën ne që të krijohet një si hidromasazh. Fiks, po. Okej. Tjetër për shembull, një gjë për të qeshur. Ore, ky çfarë është ky i fundit, se gjitha këto i mora vesh, po ky çfarë është? Ajo është kocka Baçinit, po në gjuhë popullore ka emër tjetër. I thon kocka Legenit. Çfarë thotë? Po. Prandaj na thon kur zihemi për shembull Igor Legend, se është pjesë e fundit. Nga kjo mos ka dalë. Qëndron. Okej. Po të bëjmë një pyetje në gazit. Në bëj pyetje. Sa vertebra ka njeriu? 43. Ja. Je larg. Ulu. Jam shumë. 40 sa shumë jam? Mosha e Jezu Krishtit, sa është? Sa vite? E ke për këto vertebra? Për vertebrat, për këto. Janë mos i numëroj. Mosha sa ishte? 32. 33. 33. Është numër i shenjtë, aq vertebra kemi dhe ne si. Domethënë njeriu ka 33 vertebra. Po të kishte një vertebër më tepër. Hyn ke besoj se Jezusi duhet të ketë pas një më tepër. Jezusi s'ka kemi numëruar. S'ka pas radiografi në atë kohë. Jo, s'ka ardhur te klinika. Po ka pjesë me inteligjencën? Po, jo nuk e di për Jezusin. Ja, nuk ka të bëjë me inteligjencë. Fakt interesant, kryeministri i Shqipërisë ka një vertebër më shumë. Edi? Po. Prandaj lëviz me makinat mëdha. Atëherë është e padiskutueshme që po të kesh një vertebër më shumë je më inteligjent. As diskutohet. Nuk e kisha për Edin. Ka sistemi nervor automatikisht më të gjatë. Po. Do mendosh sa më shumë të kemi gjatësi nervore, aq më mirë. Atëherë, okay, besoj se edhe Einsteini duhet të ketë pas 34. Ja, për te isha ka s'ke pesa, nuk besoj që një vertebër më shumë të rritë inteligjencën, po. Kur ishim në shkollë, ne, tani bëjmë humor, se jemi brez shumë i lezetshëm. Edhe thojshim që njerëz të zgjuar kanë 2 dhëmball më tepër. E ke parasysh dhe fillojnë hapnim gojën gjithë goca. Numëronin dhëmbët. Ato që dunin të nxirrin si zgjuar, e shtonin vetë në numër, se kush është. Se shef dot. Edhe kjo është ajo. Mirë, po në një gjë tjetër interesante që ndodh në klinikë. Me këto tipat, a? Ndodhin shumë gjëra interesante, si për shembull fenomeni 5 apo 10 vjeçarit fundit që mund të them kërcitjet. Pra vin njerëz, hajde më shtrydh, hajde më kërcit, hajde më kthe me kokë poshtë, në var me këmbët lart. Çfarë thotë? E i dëgjojmë të gjitha. Kjo është vlen për të cekur pak si tem. Vlen se kërcitjet është shumë e rrezikshme, sidomos në zonën cervikale kur bëhet një rotacion brusk, pra një lëvizje fort. Po. Mund të kapi arteret kryesore siç është karotid dhe mund të shkaktojë edhe një ishemi. Dhe ka ndodhur raste kohët e fundit një vajzë fare e re në Amerikë rreth të 20-tave që mos gaboj duke e cituar, pati një kolpo ishemike nga një thrast, pra nga një kërcitje e zonës qafës. Kërcitja këtu? Po, kërcitja me rrotullim është shumë e rrezikshme dhe këto bëhen nga ato profesionistë që quhen kiropraktor ose osteopat, që në Shqipëri nuk
ka. Një osteopat, një shkollë osteopatie, pra mund të ketë nga jashtë, por nuk ka të diplomuar apo të bëjnë ata specializuar që janë të specializuar. Po këtu bëhen me të drejtën kurse 2-3 ditore, 1 javore mbase që ju japin të drejtën Ta bëjnë këtë gjë. ta bëjnë këtë gjë. Disa profesionistë e bëjnë në një mënyrë të tuteluar, pra në një mënyrë të kujdesshme, disa prej tyre fatkeqësisht jo. Por vlen për tu informuar dhe shikuesit Unë të këto kampanjë në Berberan, e bën dhe berberi. E bën edhe berberi. Po i ngeli njëri në dorë aty. Ishte në Indi ai rasti. Po në Indi e pash. Ai është dhe nëse e pe reagimi i pacientit çfarë ishte fatal. Ishte fatal dhe dora e tij u mblodh. Pra u bë ajo që quhet coltello aserramani. Berberi ka qenë profesion lartësi që bënte. Po. Ishte edhe dhëmballët. Berberët kanë qenë shumë të rëndësishëm vërtet. Domethënë dhe me sultanin dhe me këto, domethënë sultani thonë vetëm berberi duan shumë të besuar. Se berberi ke i brisku mund të kalonte. Por e kam llafin këtu që vërtet në histori berberët kanë qenë shumë të informuar. Se ne kemi bërë historinë e botës, po themi të lukut. Ama tash kemi ndaj gjona, ti do shohësh. Po ashtu duhet, vërtet. Ta shohim ne pjesën. Ashtu duhet. Unë kur kam shkaktar, për shembull, se unë merrem me alopecit. Rënia e flokut, termi është alopecia. Dhe ka të ndryshme dhe nga shkaktar të ndryshëm. Unë kur konstatoj në një konsult, si ju, që ky është një problem i një ortopedi, bjella, po banalizoj. Unë i them duhet shkosh atje. Duhet të heqësh problemin që ke dhe mbasi heq problemin bëhet terapia. Se edhe ne fizioterapi bëjmë, terapi fiziologjike. Edhe kuptimi është fizioterapi me anë të masazheve, me anë të muskujve. Do më thënë kjo është gjitha. Qëllimi jonë është që ne të çojmë në pikën më të lartë, pikën më të vdekur, të çojmë qarkullimin e gjakut. Sepse njerëzit nuk e dinë që pika më akute e trupit të njeriu është pjesa këtu, do më thënë pjesa mbi koron, që themi, mbi ball. Dhe thonë për një kuriozitet që lexova së fundmi për njerëzit leshator, pra që kanë qime dhe tek majat e gishtave apo dhe tek pjesa e këmbës, që jo detyrimisht është një gjë e keqe sepse tregon një qarkullim shumë të mirë gjaku. Perfekt, patjetër. Dhe ishte shumë interesante. Jo, pa diskutim. Aty ku ka qarkullim gjaku, domethënë ne po ta arrim. Prandaj pse për shembull po ta veshre bie floku këtu, po nuk bie në këtu, sepse vetë drenazhi limfatik që krijon lëvizja e qafës krijon atë qarkullimin më të mirë, kurse këtu nuk lëviz fare, lëkura këtu s'lëviz fare dhe atëre kjo është pjesa e vdekur, si themi. Po dhe këto transplantet që po bëhen tani që kanë dalë merren nga po marrë se është pjesa më e mirë dhe rikuperohet prapë. Prandaj gjithmonë, që kur ka nisur transplanti është marrë ke pjesa e oksipitalit, po themi, boza oksipitale. Aty merret sepse aty është pjesa më e mirë, më e ushqyer e flokut. Dhe merren si kubik. Ato merren si kubik, tani kanë dalë dhe aparatura shumë të mira që s'bëhen me dorë, po mund të bëhen me aparatura. Dhe ato në Kanada për shumë gjejnë edhe se si ka qenë foleja e flokut dhe kur e vën, ata atyre i lidhet edhe me sistemin që themi ne se duhet lidhet, mos ta vëm atë kartën grafike kod font sot. Dhe kjo ato kanë dhe jetë gjatësi më të madhe. Kurse kur bëhen kështu nga njerëz jo kompetent, që ata mund të jenë kirurg, po janë aq kompetent, mënyra se si i vendosin mund të t'japi më mbrapa për 2 vjet, 3 vjet sa të konsumohet gjithë kubiku, mund të t'japi prapë rënien siç ishte më përpara. Kjo ishte një informacion ke pjesa ime, nuk po unë desha mos i devionim që këtë diskutimin që hapi Endri për pjesën e këtyre kërcitjeve. Këtu jemi, kjo është shumë e rëndësishme. Problemi është që tani është koha. Çfarë duhet i themi njerëzve që të kenë kujdes? E di çfarë ndodh gazi, jemi në kohën kur shtreq më shumë vëmendje dhe kanë bërë një kurs individ caktuar edhe janë bërë gjithë kiropraktor. Si në çdo gjë, Kërcitja të rreq vëmendje që edhe gënjehen njerëzit që mund të shërohesh me një manipulim për atë të kockës. Por çfarë ndodh, unë po e shpjegoj pak shkurtimisht që trupi i njeriu dhe muskulatura sidomos ka krijuar një memorie të caktuar dhe kjo memorie është bërë e pandërgjeshmja e trupit. Në momentin që i bëjmë këtë manipulimin, që bëm këtë klikun tek qafa ose në çdo që ta çliroj një moment. Po, ajo kocka mund të spostohet një moment, pra shkon nëpërmjet kësaj kërcitjes nga kjo mobilizimi që i bëhet pjesës vertebrës dhe
për punë gjysmore do Kthehet shkojë prapë pranë aty vendit, ku po. është, sepse është muskuli ai që e kontrollon Sakt, se nuk pozicionin është liru skeletor. akoma pjesa muskulare. Po, mund të t'japi një, po themi, relaksim momental që ku isha më përpara dhe pastaj bëhet shumë herë më keq. Dhe ne kemi shumë raste në klinikë që vinë mbasi kanë shku te këto seancat e kiropraktik dhe vinë pastaj që ta zgjidhin edhe. Atëherë kuptimi këtu është që në qoftë se bën një fizioterapi korrekte, ti e rikuperon muskulin që mos kthehet më në gjendjen e mëparshme. Ndërsa ajo është një, si themi, është një fasadë. Ajo është për një moment ajo të liron, të çliron, por ty nuk të është hequr problemi. Po, ajo është thjesht një përkufizuar, është një lirim bulzash oksigjeni që janë të ngjecura brenda në artikulacione, njëjta gjë sikur ne kërcasim gishtat, kërcitet edhe pak a shumë çdo pjesë tjetër e trupit. Dhe prap gishtat për punë 10 minuta i ke prap gati për të kërcit. Dhe nuk është një lirim i bulzave të oksigjenit, siç po thoya, që oksigjenon për momentin muskujt që ka përreth dhe t'japin atë ndjesinë e lehtësimit. Por në të vërtet nuk ka asnjë benefit në afat gjatë, por e bërë në mënyrën e duhur dhe duhet teksuar, nuk ka edhe asnjë dëm. E bërë në mënyrën e duhur. Që aplikojmë, por që aplikojmë deri në fazën që është gati pacienti për të mënyrën e duhur. Edhe njëjta gjë si te gishtat, një radiolog skocez mos gaboj, se nuk e mbaj mend shumë mirë. Po dhe më gabu bëri 2 radiografi të dyja duarve, të djatës dhe të majtës, dhe për 5 vite rresht kërciti vetëm gishtat e dorës të majtë. E testoi dhe bëri një radiografi tjetër për të parë nëse kartilaget po kishin shenja artrozike apo ishin të konsumuara dhe nuk ishte ndodhur asgjë. Pra dhe ky është një mit që të dëmtohen kartilaget apo fillojnë të driten duart. Dhe kjo është e rëndësishme. Është inekzistent, por të aplikuara nga profesionistë, pra le të themi nga persona që kanë studiuar pjesa e kërcitjeve, kanë studiuar në shtyllë kurrizore. Po, mjaftueshëm për të aplikuar këto manipulime vertebrale që quhen ndryshe është e pranueshme. Por do duhet bërë një diferencim se kush mundet dhe kush nuk mundet të aplikojë. Ai që ta bëj duhet të jetë vërtet specialist, që mos të rrezikojë. Sa i gjen dhe kohën, se do një lirshmëri nga trupi, apo jo? Trupi ka teknika frymëmarrje që të oksigjenohet. Sa ajo është gjithë ajo gjetja që mendoj unë, që po të je i lirshëm aq sa duhet, nuk të ndodh gjë, po ama po qenë muskujt pak të kontraktuar, ata bëjnë bllokim, besoj edhe sistemin nervor dhe sistemin qarkullimit. Bëjnë në të njëjtën kohë, bam. Në të njëjtën kohë është një mekanizëm mbrojtje që trupi merr, pra një ngurcimi menjëhershëm sepse është një lëvizje bruske, pra një lëvizje menjëhershme. Shumë e shpejtë. Dhe trupi do kontraktohet për të ruajtur, është mekanizëm i pavëmendshëm. Ajo prandaj ata gjejnë moment të qetësie, sepse në qoftë se është në gjendje si themi alerte muskuli, ai ta problem. Mund të ketë dëme. Madje edhe një gjë tjetër që dua të cek, janë futur shumë këto shtretërit që bëjnë traksione, që bëjnë tërheqje, që janë automatik që ti shtrihesh aty, të lidh tek pjesa e qafës ose te pjesa lumbare dhe vendos aty peshën. Edhe kemi parë, po themi në klinika që abuzojnë, që vendosin 120 kg peshë të tërhequr për kokë. Domethënë këto janë shumë të dëmshme që për momentin mund t'i japi një hapësirë vertebrale, por ama ka shqyer fashat e muskulaturës. Po se është bërë me sforcim. Prandaj mirë është të punohet manualisht me duar. Ne e kemi primare këtë pjesën që duke punuar me duar e kupton se sa mund ta menaxhon, e përgatit pacientin që çfarë do ndodhi dhe si mund të ndodhi procesi dhe pastaj aplikon. Kurse në momentin që ti e vendos të kurdisur, po e quaj me plan që do të rriqet 120 kilogram, ajo është totalisht e dëmshme, mund të ndihmojë në sistemin skeletor, pra vertebrat krijojnë një lloj hapësire, por tek muskujt ka krijuar traumë. Krijojnë këtë hapësirë që na duhet për mos na kapur. Gjithë lufta e fizioterapistit është gjithmonë të hapen ato. Siç kam një ide timen, mos është nga që edhe që ndodh edhe me kalimin e moshës. Mos është nga që muskujt dobësohen dhe nuk arrin t'i mbajnë larg këto vertebrat me njëra tjetrën dhe ndodh kjo. Pra peshën e trupit e mbajnë muskujt, nuk e mbajnë kockat. Pavarësisht se kocka është e fortë, ka stabilitet. Po është muskuli ai që e mban pozicion. Muskuli që e mban pozicion dhe atrofia muskulare, dobësimi i muskulaturës
nuk e luan rolin e vet dhe peshën e merr pastaj Kocka. indet e buta, Indet e buta, kur ky s'ka më fuqi si ind, edhe mund dëmtohet edhe mund kapi kocka. Kur prek kocka me kockën, kemi atë fuzionin që na ndodh dhe dhimbjen. Gjithë artikulacionet, gjithë aty fillon degenerimi kur muskulatura fillon të mos kryej funksionin e vet, jo gjithmonë vetëm kur dobësohet, por edhe kur mbi ngarkohet. Kemi shumë raste të stërmundimit, të një procesi të caktuar të një pune, kur ai kontraktohet edhe nuk e kryen veprimin e vet elastik. Se muskuli është elastik, hapi dhe mbylli. Sak, ai është gjithmonë një sust. Një sust. Dhe nëse e sust funksionon mirë, jemi në rregull. Nëse e sust fillon të ngurcohet, dhe është gjithmonë dual. Një muskull, po themi, e mbledh artikulacionin dhe muskuli tjetër e shtrin. Edhe kontrollohet nga sistemi qendror që është ajo që tham ne, ajo koordinacioni fantastik që ka trupi njeriu. Doja t'ju bëja një pyetje që besoj që e kanë, se edhe sidomos gratë. Për shembull, neglizhojnë shumë këtë mbajtjen e peshave. Unë mendoj që kjo zona këtu është zonë shumë e rrezikuar për njerëzit, kur sidomos duke ecur me moshën, Po te gratë ka dhe këtë gjë që duke qenë se bëhen nëna në një periudhë të jetës së tyre dhe kolona pëson një ndryshim shumë të madh për shkak të peshës së fëmijës. Të krijuar gjatë barrës. Theksohet harku i lordozës lumbare dhe pastaj mbas procesit të lindjes, në varësi të rasteve nga 1 muaj deri në 3 muaj, trupi duhet të ripozicionohet në pozicionin e vet. Ka raste që nuk ndodh kjo. Që ngelet gjendë gjumi. Po, edhe duhet patjetër kryesorja është si këshilla aktiviteti fizik dhe para dhe pas lindjes, por kur ngec kjo duhet ndihma dhe fizioterapisë për ta ndihmuar këtë si proces. Atëherë, sidomos mbas lindjes, është e mira që njerëzit, sidomos gratë, të jenë të kujdesshme që mund të konsultohen me fizioterapistë dhe mundet bëjnë dhe një fazë të mirë 1 mujore diçka e tillë që ta sjellin në gjendjen e mëparshme të gjithë sistemin kockor të shtyllës kurizore. Po, ajo vlen edhe për vajzat dhe gratë që kryejnë lindje nëpërmjet ndërhyrjes. Pra incizioni që kryhet në ndërhyrje të cezariane është një traumë për muskulaturën, pra prehet reto-abdominale si muskull. Dhe ai si muskull vetiu dobësohet, pra i ndodh ajo që quhet dezaktivizimi neuromuskular. Duke u dobësuar muskuli i barkut që hyn ndër muskullit stabilizues të shtyllës kurrizore dhe trysnia kori i trupit. Po, pjesa rrethore. E fundit të shpinës rritet më shumë. Do me thonë, ti mendon që lindja fiziologjike do ishte gjithmonë më e mira? Patjetër. Po kjo është për të nënvizuar, se shumë vajza nuk e din këtë gjë dhe mendojnë që është më e lehtë pjesa që të lindin me... Shiko, përgjithsisht në Europë nuk është zgjedhje, vetëm këtu në Shqipëri është në formë luksi dhe zgjedhje që mund ta zgjedhësh cezariane apo natyrale, sepse në Europë, në gjithë Bashkimin Evropian të paktën, është detyrim që të kryhet lindje natyrale. Po, nuk ka zgjedhje aty, vetëm nëse ngec dhe mjeku e shikon ka një problem. Në momentet e fundit, mbasi ka kaluar edhe 24 orë vojtjet e lindjes, atëherë detyrohet që të bëhet lindje cezariane. Sepse unë mendoj që ai procesi i lindjes është një proces fiziologjik i fantastik që e sjell, si themi, trupin e vajzës në atë korekcinë e dur. Metamorfoz. Është një metamorfoz. Mbasi ndryshimi radikal që i ka ndodhur, e rikuperon dhe e sjell gjatë atij momenti. Është procesi dhe hormonal që i ndodh femrës që do duhet, nëse bëhet lindje natyrale, ky problemi që neve tham është shumë më i shpejt në rikuperimin dhe në ripozicionimin e vet. Se edhe kemi dhe muskujt në gjendje më të mirë. Kurse aty, siç e shpjegoi dhe Endri, duke ndodhur një prerje, pra një qarje e muskulaturës, do një kohë të paktën 3 mujore vetëm të rehabilitohet muskuli i prerë. Muskulare dhe automatikisht kanë funksionuar për këto 3 muaj vetëm muskujt e pasëm të shpinës, pra nuk është bërë cilët janë ngarkuar. Dhe kjo ndodh sheshimi i lordozës lumbare, pra kolona spostohet mbrapa kur punojnë vetëm muskujt e pasëm, edhe pastaj ndodhin probleme të ndryshme të. Kjo ishte një pikë shumë interesante. Nuk do të thotë që ju të ndikojnë nga ne, por derisa Zoti, natyra, gjithçka na ka krijuar që ne gjërat i bëjmë në mënyrë fiziologjike, do thotë në mënyrë natyrale. Edhe fizioterapia quhet fiziologji terapi,
që do të thotë të kthejmë me anë të duarve magjike që kanë informacion të jashtëzakonshëm nga specialistët, të kthejmë trupin tonë në gjendje natyrale. Natyrale, po. Kjo është gjithë ideja, që ta dini që fizioterapia është një nga gjërat më të mira që na ndodh dhe shqyr që sot e kemi prezent. Pra, vlera kryesore që ne mund të ofrojmë është informacioni që ne kemi marrë nga shkollimi, nga eksperienca, nga gjithë pjesa e trajnimeve, të kthehet në një stimul të vlefshëm për trupin. Se ne stimul japim, ama është stimuli i duhur që trupi të vetëshërohet, se trupi gjithmonë ka aftësi vetëshëruese. Nëpërmjet trurit. Po. Se është, për mendimin tim, truri është një shërues i jashtëzakonshëm. Kështu që duhet ta kemi parasysh që asnjëherë mos të tromaksemi, mos të trembemi, mos të themi atë atak panikun e tjerë, por çdo gjë ta marrim përpara vet, truri atëherë ndihmon shumë, sepse ti ke një vetbesim shumë të madh. Është shumë e rëndësishme kjo që sapo theti Gaz, sepse dhe në rastin e një hernie diskale të gradës 2 me dhimbje akute, asnjëherë nuk rekomandohet të qëndrosh vetëm shtrirë apo të qëndrosh ulur. Gjithmonë lëvizja sjell rekuperim. Pra lëvizja është jetë, sjell qarkullimin e gjakut, siç folëm pak më parë, qarkullimin e sistemit limfatik dhe rekuperimin në mënyrë të natyrshme të problematikës që mund të ndodhë. Pa diskutim. Lëvizja është, por gjithmonë duhet dini një gjë. Nuk është të thënë të jetë vrap. Jo vrap. Është më mjafton të bësh lëvizje të shpejtë. Lëvizje me hap, po të shpejt. Lëvizje me hap, lëvizje... Jo në gjendje gjumi, apo jo? Jo në gjendje gjumi, lëvizje me kautel, pra me kujdes, sidomos nëse flasim për rastin e një hernie diskale, por për rastin e hernies, por ecja, gjimnastika posturale, më përpara në vitet 90 apo në kohën e komunizmit, që unë fatkeqësisht nuk e kam kapur, bëj shumë shpesh gjimnastik. Ishte gjimnastika që morëm nga kinezët, po ajo është shumë e mirë. Ndryshe nga sot. Pothuajse nuk ekzistonin këto lloj diagnozash që ne kemi sot, ishin minimale ose një këputje e mishit. Kaq njihej si. Kaq njihej. Po shiko, edhe sot kinezët e aplikojnë, e kanë popullore. Po. Dhe ne e morëm kështu motamo, siç ishte atje me atë 1 2 3 4, duke si diçka diçka asgjë, po ne kishim kape, domethënë thonte kape zogun, bënim ato sët, bënim këto, po prekeshin gjithë muskulaturat. Dhe kur ajo bëhet në mënyrë permanente për ditë, ishte një pjesë shumë e mirë e aktivizimit të gjithë muskulaturave që në mëngjes. Po, edhe adiku dua dal këtu është tek pjesa e posturës që kanë fëmijët kohët e fundit. Pra, në shkolla mungon shumë aktiviteti fizik, gjimnastika posturale apo fiskultura bërë në mënyrën e dur. Dhe kur e kam bërë unë, fiskultura ishte orë kafe ose orë futboll. Dhe një diferencë nata me ditën me sistemet qoftë në Europë apo më përparshmen. Kjo sjell një fëmijë me një skolioz, një fëmijë me një qafë të shesht, një fëmijë obez, dhe këto janë problematika që nëse nisin në një moshë të vogël dhe nuk trajtohen, nuk kapen në kohën e dur, sjellin probleme irreversibël në të ardhmen. Dhe kjo vlen për të cekur sidomos të pakkthyeshme, të parekuperueshme. Bëj që të na kupton. Dhe kjo sjell një problem shumë të madh dhe për popullatën, sepse një person me dhimbje në moshë të hershme, me probleme fiziologjike pra të trupit në moshë të hershme, detyrimisht dhe sistemi nervor qendror dhe truri nuk zhvillohet në mënyrën e dur, sepse harxhon një energji shumë të madhe duke bërë shkëmbim informacionesh me sistemin nervor periferik. Humben ekuilibrat, ajo që themi gjithmonë, dhe kjo sjell edhe një, po të hym thellë dhe një ignorancë më të theksuar në popullat, duke nisur nga fillimi, por që për mua tek fëmijët nis që nga obeziteti, që në Shqipëri është bërë një studim mbi obezitetin, është gati 45% e fëmijëve janë obez, që janë mbi peshë. Nga se vjen nga? Mos është dhe keq ushqyerje? E para, kjo është temë e gjerë, pastaj po. Është keq ushqyerja në mënyra e mbajtjes celularit gjithkohës. E para është, për mua është më primare pjesa, ne nuk kemi fusha, nuk ka fëmia ku dalit lozi, dhe kur ka preferon më shumë pjesën të lozim virtualisht me kompjuter sesa përdorimi i celularit tek fëmijët pa orar, pa një lloj kontrolli, dhe automatikisht bën këtë pjesën e përkuljes përpara se fëmia është sa dhe vjen ai problemi dhe vjen te fëmia kemi nga më ndryshmet, kemi vertikalizim të qafës, kemi skoliozat që nëse nuk kapen janë të parekuperueshme. Dikur neve na mbajshin kështu, domethënë ishte në shkollë ta tregonin, thonin
nuk duhet mbështetesh kështu në klasë, as kështu duhet të rish, domethënë, sepse kishin hallën shtyrës kurrizore që mos merrte ato. Madje dhe bankat kanë qenë me një kënd që shikimi ishte, po themi, që mos të vinte koka poshtë. Kurse duke qenë tavolina totalisht e drejtë 90 gradë, automatikisht i po të shkruash ose të lexosh, koka do jetë e varur poshtë, dhe është ajo që shpjeguam në fillim që do ngarkohet vetëm një grup muskujsh. Këto muskujt e përparëm janë totalisht pasiv për orët e mësimit edhe janë shumë orë që janë shumë orë fëmijët. Plus në shtëpi nuk e dim sa kushte kanë, se ka shumë fëmijë që kanë kushte, kanë ato tavolinat e tyre e tjerë, po ka dhe nga ata që s'kan kushte dhe detyrimisht i shkon ajo problemi shumë i zgjatur. Jepini kujdes tyre gjëra se në fëmijëri krijohen disa probleme të cilat janë shumë të vështira në gjatë jetës. Po, edhe mendoj një ndërgjegjësim duhet ta ketë prindi, sepse fëmia nuk kujdeset dot për veten e vet dhe të bëj për kujdese duke e parë fëmijën kur lahet në dush ose në ambiente në plazh, në piscina, për ta parë për të kuptuar trupin e posturës, po. Ne shpesh bëjmë një po themi video ose informacione sensibilizuese që si ta identifikosh fëmijën, që prindi duhet ta identifikojë vetë para se ta edhe në emisionin tonë do nxjerrim një video të tillë. Po. Që si ai do të kuptojë këtë. Një gjë tjetër, bëhet një diskutim sot që kam vënë edhe në TikTok nga këta mjeshtrat, po themi edhe kinezë dhe evropian, që fjetja përmbys me atë këmbën, ke parasysh një këmbë të hapur dhe një këmbë të shtrirë, një të përthyer dhe një të shtrirë, dhe fjetja kështu përmbys është e keqe për pjesën e këtyre se mund të nisë di emrat, po. Për zonën e mesit. Zonën e mesit. Po, ajo është e vërtet, është shumë e vërtet, një fjetje përmbys, qoftë me këmbën e ngritur sjell asimetri. Asimetri dhe trysnia në vertebra për ke gravitetin që të shtyn gjatë gjithë kohës. Kjo sjell disbalanca muskulare dhe shkakton probleme të tjera nëse nuk mundohet të ndryshohet. Fjetja ideale është në pozicion në anë, gjithmonë me një jastëk ndër këmbë në këmbë. Dhe jastëku nuk duhet të jetë i lartë, jastëku ku mbështesim kokën. Po, do duhet jetë që shtylla kurrizore të qëndrojë në aks. Nëse trupi punon në aks, atëherë shmangim një pjesë të madhe të problemeve. Jemi po në balancë dhe fjetja duhet jetë vjen më e plot për të rikuperuar ty gjithë ngarkesën ditore. Po, më natyrshëm. Ne japim si këshill 2-3 pozicione fjetje, pavarësisht se gjumi është i pandërgjeshëm, nuk e kontrollojmë dot, por nëse na zë gjumi në atë pozicione e ndihmojmë, po themi, problematikën që mund të kemi. Dhe si në anë, si me fytyrën lartë, vendoset një peshqir ose një jastëk shumë i butë tek pjesa që të ruaj këtu. Se ajo ka arku, nëse ne flem totalisht të shtrirë, atëherë ky do lodhet gjatë natës. Sakt. Ose pra një peshqir tek pjesa e belit edhe një peshqir poshtë gjunjëve, që e mban edhe pjesën e gjymtyrëve pak të ngritur, që ky baqini të ketë pozicionin korrekt. Natural. Ta keni ideal. Po. Ja ashtu do flejon. Vetëm po e gjetë vetëm për mysme. Kur mbyll celularin. Okej. Atë të jastikut flejnë ansore, dhe jastikun brenda këmbëve e ve. Sepse ajo është e vërtet që i mban këmbët në, si themi, paralel. Po. Tjetër, çfarë do ishte në këshill të jepshim njerëzve? Ja ta përmendur një. Se mund të themi këshilla, po mund të mos jenë të prekshme, po jap një këshill shumë të prekshme që si ta kuptojmë apo rrim mirë apo po rrim keq pra në posturën e gabuar, është një instrument super i thjeshtë që nëpërmjet frymëmbushjes maksimale dhe frymënxjerrjes, pra po të bëjmë një frymarrje maksimale, automatikisht hapet kafazi krahërori, toraksi dhe e çon pozicionin e kolonës në mënyrë korrekte. Ja po e bëj një unë tani, vetëm duke u mbushur, jam pak i krusur tani, vetëm duke u mbushur me frymë, automatikisht trupi shkon kështu. Dhe frymarrja maksimale unë automatikisht vendosem në një pozicion korrekt të kolonës. Dhe frymënxjerrja pastaj, po çfarë më bëri mua kjo? Më bëri një lloj ndërgjegjësimi. Pra si ta kuptojmë edhe në shtëpi? Që si duhet të qëndrojmë. Po, bëni një frymarrje maksimale, automatikisht aty është pozicioni korrekt. Pastaj është pak e vështirë për ta ruajtur dhe për ta ruajtur duhet punojmë me ato muskuj që për të ruajtur pozicionin mjafton që ti të rish në atë pozicion. Po, edhe tani të ndërgjegjësohesh, po. Ta fusim këto batutat e mia. Unë jashtë jam marrë dhe me top modelet. Top modelet janë ato që dalin pasarel.
Puna e drejtë qëndrimit ne e rregullonim kështu, domethënë pjesa që ku është pozicioni ideal, që thithë edhe çik barku e këto. E i thoshim do marrësh 3 herë frym. Për shembull, po e them 3 frymbushje. 3 frymbushje pa çliruar. Dhe pozicioni që ngelte, i ngrej pak pjesa e gjoksit, thithej barku, dilte shumë bukur pjesa mbrapa. Pozicioni që ngel, ne i thotim tani këtu duhet ti çfrye, për shembull çfrye, po mbak të pozicion. Dhe kjo ishte një si lloj shkolle që i bënim ne dhe ja ushtronim këtë. Dhe ato kuptonin pastaj se ku ishte pozicioni i vërtet që duhet qëndronim. Të njëjtën për tani e tregova sekret profesional do ma marrin. Hajde. Hajde mos se çfarë do bëjmë tani, sa gjëra do i tregoj nga gjithë ato që ti. Edhe kështu. Atëherë, unë mendoj që kam një nga intervistat më të këndshme që kam kaluar, edhe se nuk është shumë me ato batutat e mia me ato humorin, po besoj që është shumë me informacion. Njerëzit kanë nevojë edhe për gjëra serioze, kanë nevojë edhe për informacion, dhe unë këtë do ta fus herë mbas here, nuk do të jem vetëm pjesa që të bëjmë gjëra për të marrë klikime. Do bëjmë dhe gjëra që kanë njerëzit nevojë të shikojnë. Por do ju themi gjë. Nëse do shkruani pyetje, do bëni pyetje rreth problemeve që keni për fizioterapin, ju garantoj që nga numri i pyetjeve do i marr prap 2 miqtë e mi dhe do i shtjellojmë pyetjet një nga një për t'ju dhënë informacionin juve rreth problemeve që keni. Ju dua shumë, jam me 2 miq shumë të mirë, të cilët i përshëndes dhe do takohemi prapë.